Japonia bëri thirrje qytetarëve të saj që ndodhen në territorin kinez të tregojnë kujdes të shtuar dhe të shmangin zonat e mbi populluara, ndërsa përplasja diplomatike mes dy fuqive aziatike po thellohet për shkak të çështjes së Tajvanit. Paralajmërimi i fundit vjen pas deklaratave të kryeministres së re japoneze Senea Takaichi, e cila u shpreh në parlament se çdo sulm i mundshëm i Kinës ndaj Tajvanit që cënon mbijetesën dhe sigurinë e Japonisë mund të çonte në një përgjigje ushtarake nga Tokyo. Këto komente ndezën menjëherë reagimin e Pekinit duke shënuar krizën më serioze diplomatike në vite mes dy ekonomive më të mëdha të Azisë. Ministrja e jashtme e Kinës i ka kërkuar zyrtarisht Tokyos të tërheqë deklaratat e Takaichit, por qeveria japoneze ka sinjalizuar se nuk ka ndërmend të bëjë një gjë të tillë, pasi qëndrimi i saj është në linjë në politikën e vendit ndaj sigurisë rajonale. Pekini këmbgul se Tajvani është pjesë e pandashme e territorit kinez dhe nuk e përjashton përdorimin e forcës për të marrë kontrollin e ishullit. Tajvani megjithatë i hedh poshtë kategorikisht këto pretendime duke theksuar se është një shtet me qeverisje demokratike dhe identitet të veçantë politik. Kriza u thellua më tej kur një diplomat kinez në Japoni postoi një koment publikisht kërcënues ndaj kryeministres Takaichi në rrjetet sociale, duke nxitur reagime të forta nga Tokyo. Media shtetërore kineze Xinhua e akuzoi Takaichin se po thërre demonët militarist të së kaluarës japoneze, duke rritur më tej temperaturën e përplasjes. Në këtë klim tensioni, një i dërguar i lartë japonez vërriti në Pekin në përpjekje për të ulur situatën. Megjithatë, deri më tani nuk ka sinjale konkrete për zbutjen e krizës, duke marrë parasysh mbulimin e gjumë mediatik në Kinë. Ambasada japoneze në Pekin u bëri thirrje qytetarëve të respektojnë zakonet lokale dhe të tregojnë kujdes në ndërveprimet me popullin vendas. Udhëzimet e ambasadës insistojnë që qytetarët të jenë vigjilent për rreth, të shmangin udhëtime të vetëm dhe të tregojnë kujdes të shtuar kur shoqërojnë fëmijët. Paralajmërimi nënvizon ndjeshmërinë e lartë të situatës dhe rrezikun që tensioni diplomatik të përshkazohet në reagim të pakontrolluar në nivel qytetar. Përplasja për Tajvanin mbetet një nga pikat më të nxehta dhe të sigurisë në rajon, në ndikim të drejtpërdrejtë nga marrëdhëniet kino-japoneze dhe stabilitetin gjeopolitik të Azisë Lindore.